Në WhatsApp sot do të flasim për një katalog i cili është promovuar në ambientet e Muzeut Etnologjik Tjep. Katalogu quhet The Circle of Life dhe është financuar nga një projekt i BE-s, promovimi i diversitetit kulturor në Kosovë, dhe qëllimi është për të bërë një prezantim dinjitoz të Muzeut Etnologjik të Prishtinës dhe të vlerave që ka. Ne do të flasim për pikërisht këtë katalog, por gjithsesi edhe për vizitueshmërinë e Muzeut Etnologjik në Prishtinë dhe për këto do të flasim me etnologun është kustos në kuadër të këtij muzeu, Ilir Sopjani. Ilir, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Unë do doja që para se të zhvillojmë bisedën të shohim së pari kronikën nga ngjarja e ditës së djeshme, më pas të rikthehemi në studio me bisedën. Katalogu i Muzeut Etnologjik The Circle of Life, i cili është përpiluar dhe botuar me ndihmën e projektit të financuar nga Bashkimi Evropian, promovimi i diversitetit kulturor në Kosovë, prezanton përmbajtjen e Muzeut Etnologjik të Prishtinës. Artefakte, veshje tradicionale, mënyrën e të jetuarit në familje tradicionale, të gjitha këto janë të përfshira në këtë katalog. Udhëheqësja e ekipit për zhvillim social në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Gebi Hagmuller, tha se pjesëmarrja në këtë prezantim për të është shumë e rëndësishme. Është me të vërtet ndirë për mua të jem pjesë e prezantimit të katalogut të Muzeut Etnologjik të quajtur The Circle of Life. Me këtë rast mendoj që edhe ju ndjeni mirë që do të keni së shpejti në dorë këtë prezantim të bukurive të vendit tuaj që ndoshta disa për jush ende si keni parë. Drejtoresha e Departamentit të Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Vjolca Aliu, tha se ky katalog është më shumë se kaq, për shkak se ai prezanton punën e gjatë të institucioneve kulturore të Kosovës. Jo rastisht është zgjedhur si aktivitet përmbyllës për ditët e trashëgimisë evropiane. Me këtë kemi dashur të promovojmë edhe një herë vlerat e trashëgimisë kulturore dhe mbi të gjitha zbatimin e legjislacionit në përputhje me standardet e BE-s, gjithashtu udhëzime apo udhëzues të cilat Ministria i ka punu bashkë në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, programin e diversitetit kulturor, gjithsesi të mbështetur nga zyrja e BE-s në Prishtinë dhe konsiderojmë që nuk do të jetë aktiviteti i fundit sigurisht për këtë vit. Ndërsa etnologu Ug Gjema i thotë se ky katalog është shumë domethënës për fushën e etnologjisë, për faktin se ai prezanton Muzeun Etnologjik të Prishtinës. Ky katalog sot nuk do të ishte këtu s'pari pa kontributin e Muzeut të Kosovës, i cili në fondet e tij ruan shumë një pasuri të paqëmuar të vlerave kulturore të njëjtit të Kosovës. Një punë e cila është bërë me dekada të tëra. Një punë e cila ka filluar të promovohet pikërisht këtu në këtë muze etnografik, në këto lokale modeste çfarë po ishini ju, por shumë simbolike për trashëgiminë e kulturës. Katalogu i Muzeut Etnologjik The Circle of Life është i botuar në gjuhën angleze, por shumë shpejt do të botohet në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Nga kjo që pam, Ilir, mund të thuani sa është i rëndësishëm për muzeun përpilimi një katalogu të kësaj natyre? Po fillimisht ky katalog që është promovuar dje në kuadër të ditëve të trashëgimisë evropiane në ditën përmbyllëse, kjo është në vazhdim në shumë aktiviteteve që kanë ndërmarrë Muzeu Etnologjik i Kosovës që prej vitit që është hap prej vitit 2006, edhe kjo kisha me quajtë se është një lloj kulmi i aktiviteteve të cilat janë ndërmarrë gjatë gjithë këtyre viteve. Dhe normalisht se kjo është edhe në vazhdim e një procesi që ka filluar edhe Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Bashkimin Evropian apo Këshillin e Evropës, edhe punën e inventarizimit të eksponateve. Kemi filluar këtu me Muzeun Etnologjik, për shkak se në to janë të prezantuar eksponate të cilat kanë vlera kulturore, vlera këto të cilat pasqyrojnë mënyrën e jetesës së shqiptarëve gjatë periudhës së shekullit 16 deri në periudhën e shekullit 20. Janë eksponate të cilat janë të mbledhura gjatë edhe para luftës së fundit në Kosovë, eksponate të cilat pasqyrojnë mënyrën e jetesës shqiptarëve dhe normalisht kategorive të ndryshme, por në njëjtën kohë eksponate të cilat paraqesin edhe kulturën materiale dhe shpirtërore. Në këtë katalog janë të përfaqësuara diku 140 eksponate dhe është kisha me quajtë i pari këtij lloji, ky lloj katalogu që është botu deri më tani nëpër
institucionet të kulturës, më konkretisht muzet në për Kosovë, edhe do të kisha me qujtë se fillimisht njëjtën kohë është edhe si lloj guide për gjithë vizitorët, kjo lloj katalogu, edhe të njëjtën kohë do të jetë edhe një si lloj pasqyre referuese edhe për gjeneratat e ardhshme, sidomos gjeneratat e reja, të cilat ndoshta në mungesë apo për arsye të ndryshme nuk e kanë vizituar ende muzeun, njëjtën kohë kanë mundësi që të jetë edhe një si pikë referuese. Prisni në këtë raport edhe në bazë këtyre fjalëve që thatë që ky katalog të ndikojë që të shtohet vizitueshmëria e muzeut etnologjik? Po, sigurisht se promovimi i djeshëm, normalisht ka qenë se një lloj marketingu i muzeut, për kundër asaj atij fakti se muzeu etnologjik ka pas deri më tani shumë aktivitete, në kuadër të këtyre jemi domethënë edhe në kontakt edhe me shkolla fillore dhe të mesme, duke përfshirë domethënë këtu vizitorët vendor. Pastaj ky katalog do të jetë, siç thash, një lloj guide. Secili vizitor ka mundësi që ta ketë në dorë këtë katalog, përveç faktit se ende nuk është shtypur edhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe. Dje ishte promovimi vetëm në gjuhën angleze, por në ditët në vazhdim shumë shpejt do ta kenë edhe gjithë ata që do ta vizitojnë muzeun. Normalisht muzeu për kundër faktit se ka shumë aktivitete, në njëjtën kohë dhe numri vizitorëve çdo vit, nga se muzeu etnologjik mban edhe evidencën edhe të numrit vizitorëve dhe kemi pasur çdo vit shtohet numri, po sigurisht se kjo do të jetë edhe një ndihmës në njëjtën kohë edhe për vizitorët, por edhe një lloj promovimi i vlerave tona edhe i vlerave të eksponateve të cilat gjenden në muzeun etnologjik. Ku do të shpërndahet katalogu? Vetëm do të shndrojnë në muze në mënyrë që kush të vijë ta marrë, apo do të shpërndahet edhe jashtë muzeut? Fillimisht është menduar që të shpërndahen gjitha institucioneve relevante, edhe të njëjtën kohë të gjithë vizitorëve të cilët do të vinë edhe ta vizitojnë muzeun, në njëjtën kohë do ta kenë edhe një katalog të tillë që i përmbush domethënë standardet tamam standarde evropiane, sipër nga kualiteti, edhe brendësia e tina, edhe përshkrimet të mënyrë të hollësishme apo të detajishme të secilit eksponat. Dhe në këtë aspekt, thatë që po rritet numri i vizitorëve në muzeun etnologjik çdo vit, por sikur njerëzit në përgjithësi ekziston një përshtypje se nuk ka nevojë ndoshta të vizitohet një muze, sepse ne jemi shqiptarë, dimë, njohim kulturën tonë dhe rrjedhimisht në një farë forme së shumë e nevojshme të marrim mësime apo të shohim diçka në muze. Pse është e nevojshme dhe duhet vizituar muzeu etnologjik? Po këtë përshtypje kemi edhe ne si shoqërues të çdo vizitori i cili vjen, sidomos të vizitorëve vendor. Është fjala se vizitorë ndërkombëtar normalisht të gjithë janë të interesuar të njohin edhe kulturën e një vendi. Nëse muzeu përveç që mban artefakte, ndoshta për vizitorët janë të vdekur në një farë forme, mirë po ato pasqyrojnë mënyrën e jetesës shqiptarëve, pasqyrojnë traditën, pasqyrojnë kulturën, pasqyrojnë statusin social, ekonomik, politik në për cilët ka kaluar për shembull gjeneratat e kaluara, ndaj muzeu etnologjik paraqitet mënyra e jetesës shqiptarëve. Edhe për atë është quajtur edhe cikli jetësor, domethënë apo The Circle of Life, që është quajtur edhe katalogu, nga se në muzeun etnologjik paraqitet domethënë 4 temat kryesore, duke filluar prej lindjes, jetës, vdekjes dhe trashëgimisë kulturore, duke filluar prej periudhave të mëngta deri në historinë bashkëkohore apo deri në mënyrën e jetesë shqiptarëve deri në periudhën e shekullin 20. Andaj për të vizituar muzeun etnologjik normalisht e kanë nevojë gjithë vizitorët apo të gjithë qytetarët shqiptar për të njoftë më përsaferme, sidomos gjeneratat e reja, për cilat do të njihen edhe me pararendësit tonë se si kanë jetuar mënyrën e jetesës. Nga se në muzeun etnologjik po them paraqiten sigurisht eksponate të cilat kanë vlera kulturore, edhe paraqitet tradita jonë, paraqiten zakonet tona, me të cilat domethënë jemi të veçantë edhe për kulturave tjera. Për të vizituar muzeun, normalisht se merr informacione edhe çka na bën neve të dallueshëm, çka na bën të parafort me popujt e rajonit, botës, ku kemi qenë me civilizimet ne, normalisht që ja vlen secili vizitor që të vjen, secili vizitor që të vjen kthehet me përshtypjet më të mira. Kaq më tepër kur jeta sotme moderne nuk ndryshon shumë edhe në raport me vende tjera, të paktën në koncept, kështu që të shihen, të preken dhe dihen më tepër ato pjesë të kaluarës. Po sigurisht duke parë domethënë edhe këtë trend të zhvillimit jo vetëm rajonal por edhe botëror, normalisht se muzeu etnologjik po them e lu një farë lloje edhe primatin edhe prej muzeve tjera.
Ka se po them që këto vërtet në muze ruhen vlera dhe cilat duhet domethënë t'i kushtohet një vëmendje e veçantë edhe prej të gjithë vizitorëve. Fakti kemi takuar mjaft shpesh përderisa bëjmë punën tonë apo në terren jashtë studiove të huaj që kërkojnë të dinë se ku është një muze. Rrjedhimisht ka më tepër vizitorë të huaj nëpër muzeet e Kosovës, konkretisht Muzeun Etnologjik, apo qytetarë të vendit. Është interesant përveç faktit se ka mungesë të informacionit. Muzeu Etnologjik, numri vizitorëve ndërkombëtar është numri më i madh. Për shumë arsye, ndoshta vizitorët vendor janë më tepër në zonën, po flas për personat cilët janë në marrëdhënie pune, jo për nxënësit se domethënë jemi në kontakt vazhdueshëm me gjitha shkollat sidomos të Prishtinës edhe të rajonit, edhe por në bord Kosovës që atë në mënyrë të organizuar binë nxënësit edhe njoftohen më përsaferme edhe me muzeun vlerat të cilat ka. Mirë, po të huajt deri më tani sipas evidencës që kemi janë në numër më të madh se sa vizitorët vendor. Edhe në mungesë të qendrës informative apo qendrës informative për turist që Prishtina ka ende në mungesë në qendër ku kishin pas mundësi vizitorët gjithë ndërkombëtarët. Mirë, po në bazë të hartave dhe normalisht të gjithë janë të interesuar, ka se vizitorët ndërkombëtar kur planifikojnë vizitojnë një vend, sigurisht se informohen edhe për mënyrën se si marrë deri te muzeu. Normalisht muzeu është vendi ku ata kanë mundësi të njoftohen edhe me traditën e një populli. Domethënë se muzeu paraqet mënyrën e jetesën këtë fakt të shqiptarëve, se si kanë jetu, kush jemi na në fakt. Po nxënësit kur vinë, tha që vinë në mënyra të organizuara, ko pas kohe janë të shkollave të Prishtinës apo edhe nga jashtë kryeqytetit që vinë? Kemi edhe jashtë kryeqytetit, edhe qyteteve tjera, duke filluar prej Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Istogut, rajoni Drenicës, edhe normalisht edhe shkollave fillore dhe të mesme të Prishtinës dhe të rajonit, apo afër, domethënë, komunës Prishtinës, fakt. Me sa kam unë informacion është muzeu më shumë të artefakte, muzeu i kësaj natyre etnologjik në Prishtinë dhe rrjedhimisht duhet të tërheqë edhe më tepër vizitor. Në këtë katalog janë të përfshime vetëm 140 eksponate. Për faktin se në Muzeun Etnologjik janë përzgjedhur diku afërsisht 200 eksponate, mirë po katalogu është i asaj natyre të cilat nuk kanë mundësi që të përfshihen. Do të përfshihen edhe në databazën e Ministrisë Kulturës gjitha eksponatet të cilat gjenden në Muzeun e Kosovës, Muzeun Etnologjik, mirë po kjo është si një farë nisme katalogu i kësaj natyre, do të jetë nismë që të vazhdohet me procesin e inventarizimit, nga se dihet se sa eksponate në fakt ka. Muzeu Etnologjik, për me përmend faktin në të cilin janë të ekspozuara, janë dykon afërsisht 5000 eksponate deri më tani të cilat janë të ekspozuar, nga se këtë mundson edhe domethënë në farë forme edhe hapësiran në cilën janë të ekspozuara këto eksponate, për faktin se në Muzeun e Kosovës, nga se janë pjesë e Muzeut të Kosovës, janë edhe artefakte tjera që Muzeun Etnologjik mund të thënë që janë të përfshirë vetëm 10% e eksponateve sa ka Muzeu i Kosovës në fondin e tyre. Dhe cila është gjendja në përgjithësi e Muzeut Etnologjik në Prishtinë? Në shumë aspekte, edhe në ato financiare arrin të mbulon shpenzimet e muzeut, ka ndihmë nga institucionet? Ne në fakt jemi pjesë e Muzeut të Kosovës. Muzeu i Kosovës është në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Kemi përkrahjen e tyre vazhdimisht, mirë po edhe të agjencioneve ndryshme ndërkombëtare, siç është Këshilli i Evropës, siç kishim këtë rast edhe raste tjera apo projekte tjera, njëjtën kohë edhe përkrahjen e ambasadave. Vitin e kaluar kemi pas një donacion të ambasadës amerikane dhe është bërë renovimi i një objekte të shekullit 19, sidomos është renovuar kulmi edhe muret rrethuese, kulmi mureve rrethuese. Normalisht çdo vit e kemi përkrahjen në momentet kur ne kemi nevojë dhe për përkrahjen e tyre gjejmë domethënë mbështetjen nga se është pjesë e institucioneve të Kosovës. Dhe për promovimin e muzeut bën projekte të ndryshme, në fakt keni pjesëmarrje, vinë njerëzit, promovoni projektet tuaja, por cilat janë planet ndoshta për ta zgjeruar qasjen dhe për ta afruar më tepër përmes projekteve të natyrave të ndryshme e shikuesit, vizitorit për muzeun?
Tash fundmi kemi pas edhe bashkëdyzimin mes Muzeut të Kosovës edhe Muzeut të Tiranës, Muzeut Kombëtar të Tiranës, janë edhe bashkëpunime tjera me muze të tjerë. Në kuadër të promovimit kemi edhe aktivitetet të varësisht prej datave të caktuara historike. Këtë vit kemi pasur për cekur edhe javën e artizanateve, kemi pasur edhe disa rrite të zhvilluara në këtë muze, të cilat kanë qenë një farë forme si lloj marketingu edhe një farë forme edhe ju ofru vizitorëve, nga se muzeu është i asaj natyre, i jo vetëm me qenë si muze me ekspozitën e përhershme, mirë po të njëjtën kohë pas kohë kemi edhe aktivitete që në një farë forme ta gjallërojnë muzeun, tjetë atraktiv për gjithë vizitorët, dhe kjo janë disa prej atyre forma, duke përfshi edhe rrjetet sociale normalisht si forme komunikimit edhe prezentimit të eksponateve dhe vlerave në cilat gjenden në këtë muze. Po bëhet ndonjë përgatitje për 28 nëntorin të ketë ndonjë prezantim të veçantë apo do të jenë ato artefaktet që janë të prezantuar? Në Muzeun Etnologjik nuk e kemi para pa që të kemi, për shkak se 28 nëntori konsiston më tepër me datat historike, andaj është para pa që të kenë aktivitete në Muzeun e Kosovës, dhe kështu që Muzeu i Kosovës është duke bërë përgatitjet edhe për ekspozita edhe për disa aktivitetet cilat vetëm se kur vjen data do të zhvillohen. Ka paralajmëruar që do të jetë një ekspozitë, dua të them që do tërheq sigurisht edhe shumë nga shikuesit apo dashamirët për qenë atje. Nuk dua të jap detale më tepër, absolutisht, në mënyrë që ndoshta një farë forme të nxiten secili për të shkuar në Muzeun e Kosovës. Unë do të uroja shumë për më tepër vizitueshmëri në Muzeun Etnologjik dhe sigurisht ju falenderoj që erdhët sot. Faleminderit, edhe në fund i ftojmë gjithë vizitorët që të vinë. Muzeu është i hapur çdo ditë prej orës 10 deri në orën 5, është pa pagesë, e në shikoni pjesën, kulturën tonë, traditën, zakonet, mënyrën e jetesës tonë, se si kemi jetu edhe ku jemi tani. Dhe kaq më tepër ka njerëz profesional që shpjegojnë për secilin artefakt. Secili që do të vjen në Muzeun Etnologjik do të shoqërohet për njerëzve të cilët janë të kualifikuar për këtë çështje. Faleminderit shumë i lirë që Faleminderit për vizitën.